Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, gjatë një interviste me Greta Thunberg, zbuloi se vitin e ardhshëm do të dalë në pension dhe ka vendosur të blejë një vilë të madhe në Verona për të pritur familjen e tij të zgjeruar. Me gati 4 deklarata karriere në institucionet e Bashkimit Evropian, Gonzato pritet të përfitojë të ardhurat në pension të konsiderueshëm që i mundësojnë atij investime solide. Autorët ngrenë një pyetje hipotetike. Çfarë do të ndodhte sikur Gonzato të ishte një qytetar shqiptar që kërkon të drejtat e tij ligjore? Në Shqipëri, një përllogaritje e gabuar e pensionit do ta detyronte të ndiqte gjyq, i cili mund të zvarritej për të paktën 10 vite, kohë që shumë të moshuar as nuk arrin për shkak të kaosit të sistemit gjyqësor të krijuar nga reforma në drejtësi. Megjithatë, për Gonzaton, diplomatin, reforma shqiptare mbetet e paprekshme. Ai argumenton se tranzicionet kërkojnë kohë dhe se rezultatet do të vinë vetëm në plan afatmesëm ose afatgjat. Por nëse do të ishte një pensionist shqiptar, a do ta pranonte vallë këtë justifikim? Si përfaqësues i Bashkimit Evropian, Gonzato flet për reforma strukturore në raport me qeverinë shqiptare, por kur zgjedh të shprehet në media, mesazhet e tij u drejtojnë qytetarëve. Në këtë rol, sipas kritikës, deklaratat e tij janë të pjesme dhe shpesh të dyshimta. Ai ka qenë i rrep ndaj keqpërdërimeve të fondeve të Bashkimit Evropian, si në rastin e e-partit, por hesht për abuzime shumë të mëdha për paratë publike brenda Shqipërisë. Aferën e incineratorëve, humbjen kolosale të anijeve gjenerator të Vlorës, transformimin e portit të Durrësit në një mega projekt betonizimi dhe pastrim masiv të parave në ndërtim që përbën rrezik edhe për vetë sigurinë e Bashkimit Evropian. Shteti shqiptar po shndrohet në një autokraci të dukshme, ndërsa demokracia funksionale, bazat e Bashkimit Evropian, po zbehen dita ditës. Megjithatë, Gonzato shmang të artikulojë shqetësime të tilla, ndërkohë që Shqipëria lavdëron për barimin drejt Brukselit, madje edhe përmes ligjeve të debatueshme si ai i 73 gjinive.